Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga picat më të shëndetshme, të shpejta, pa brumë të ardhur dhe plot shije. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 400 ml qumësht, një gjysmë luge me krip, 2 lugë gjelle vaj ulliri, dhe masën do ta përzijem shumë mirë. Pasi është gati, do shtojmë 150 gram miell. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Masa duhet të përzihet shumë mirë në mënyrë që të mos krijohen kokriza dhe më pas do ta vendosim në tavën e pjekjes me një letër pjekje poshtë. Për mbushjen kam përdorur 2 kungulleshka të cilat i kam ngri në rende dhe kam larguar edhe lëngun që ato lëshojnë, pak misër të ëmbël, speca, kam zgjedhur një specë të kuqe dhe një jeshile të vogël dhe gjithashtu sigurisht nuk mund të mungoj edhe djathi. Për mbushjen e saj mund të përdorni çfarë të keni dëshirë sipas dëshirës suaj. Unë e kam përgatitur shumë herë këtë recetë me mbushje të ndryshme dhe këtë radhë zgjodha vetëm perime dhe u bë vërtet shumë e mirë. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Siç e pat, është një recetë shumë e thjeshtë. Provojeni.